emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues në gjykatën speciale në Hag, sapo mbaroi dëshminë ndihmë sekretari amerikan i shtetit James Rubin, cili pati natyrisht dhe pozita të tjera të rëndësishme, por aty ishte për të bashkëndarë me trupin gjykues dhe njëkohësisht dhe me publikun e gjerë rrëfimin e tij, përjetimin e tij se si ishte ai involvuar në luftën e Kosovës, në ndërtimin e paqes, kush ishin aktorët kryesorë me cilin besonte Amerika se mund të arrijë ky pakt, dhe kush ishte aleat në vërtet i Washingtonit zyrtar për ta ndalë tiranin e shfrenuar të Miloševićit në Kosovë. Vjen dëshmitari tjetër natyrisht, i ftuar nga pala mbrojtëse, një proces ky maratonik që nisi para 5 vitesh në tribunal Hage me një proces të administruar të provave mjaft kritikuara nga specialistët e drejtës penale ndërkombëtare të tjera. Sonte do të analizojmë prezencën e Shteteve Bashkuara objektivisht në gjykatën speciale nëpërmjet James Rubin, një prej aktorëve të rëndësishëm me rol të rëndësishëm në rrethonat e kohës. Prezantoj kolegun, analistin e njohur politik Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kënaqësi rit bashkëbisedojmë për këtë temë të ndjeshme politike, e historike, gjitha dimensionet e domosdoshme për aktualitetin që po kalojmë e tjera. Si cilësoni deklaratën, rrëfimin, dëshminë e James Rubin për 2 ditë e gjysmë në gjykatë speciale? Po tash rrit do thotë dëshmia e tij mund ndahet në 2 rrafshe, do thotë e para ajo që është sa i përket dimensionit juridik, cilën unë rezervohem që t'jap shumë komente dhe sa do t'jetë efektive për mbrojtjen, për kundër pretendimeve të prokurorisë e tjera, dhe në aspektin politik e historik, në mënyrë metaforike, para 2 ditë me një shkrim thash që po rimbrohet për herë të dytë pavarësia e Kosovës në Hag nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, herën e parë do thot me rastin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sepse ne gjithë e dim, tjetër është që krekosjet që bojnë protagonistët politik këtu, ne kemi jetuar, kemi bashkëjetuar, ne dim që nuk ka pas shansa pa asistencën profesionale juridike amerikane që të fitohej asaj betejë e legalitetit ndërkombëtar të shpalljes së pavarësisë, dhe sot do thot në aspektin historik përsëri një lloj rilegjitimimi i pavarësisë së Kosovës ndodhi në Hag, do thotë në një instancë tjetër, kuptohet juridike, jo në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë e tjera, dhe një rikthim shumë i rëndësishëm i amerikanëve, i dimensionit diplomatik të tyre për ta mbrojtur investimin e tyre në një farë mënyrë në Kosovë, projektin e tyre politik diplomatik, duke filluar prej viteve 1998-99 e tutje, do thotë që është një investim enorm i jashtëzakonshëm, sepse pa angazhimin e tyre as që mund të imagjinohet, të paramendohet, do thotë kthesa madhore historike që ka ndodhur me popullin e Kosovës. Ai bëri qarta 2 gjëra kryesore, që do thotë krime dihet kush i ka kryer në Kosovë, do intervenimi amerikan ka qenë edhe i bashkisë ndërkombëtare pikërisht në funksion për të ndaluar fushatën e spastrimit etnik, projektin gjenocidial të Serbisë e tjera, do edhe një herë e riçartsoi e ripotencoi këtë fakt domosdoshëm historik, dhe se në anën tjetër do thotë që ajo që është e rëndësishme, tash kjo ka shkaktuar debate të ndryshme varësisht nga cili kënd është, që unë shumë më herët me një shkrim pse UÇK-ja nuk ishte ushtri, do thot kam pas thënë që kjo nuk është ta shohim si tort, përkundrazi duhet ta shohim si krenari, sepse ka qenë e pamundën në ato rrethana të krijohet një ushtri sipas parametrave të sociologjisë militare të mbrojtjes. Është nonsens, ne duhet në kontekst të kohës, kam thënë që njerëzit e ushtrisë ligjore kanë qenë luftar, kanë qenë hero, po jo ushtar në kuptimin e disiplinës ushtarake, jo ushtrie strukturuar e tjera, do ata kanë njerëz që vetëm nga gjakimi për liriçi kanë hyrë asoj betejë shumë madhe dhe kanë
pasur sukses nga se ka qenë një mrekulli, nuk di ende ta përshkruaj atë mrekulli që ka ndodhur me popullin e Kosovës, me ushtrinë qlirimtare të Kosovës, me drejtues të saj, që një kohë shumë të shkurtër, do thotë, e kanë thënë edhe analistë ndërkombëtar, nuk di, Tim Gjuda më duket, e ka pasur thotë që KJ është njëra prej forcave më të suksesshme në historinë e njerëzimit guerile, për shkak sepse brenda një viti ka arritur nga një organizatë që është parë tha dhe James Robin, tha me në fillim edhe State Departamenti e shinin me dyshim, dënonin aksionet e saj, kishin vlerësime para si aksione terroriste e tjera, dhe atë organizatë do thotë para një viti që kanë pasur kësi kualifikime në fund Arritën ta menaxhojnë. Arritën ta menaxhojnë dhe arritën të ndërtohet një aleancë, një lloj koalicioni për një qëllim të përbashkët politike historik. Kemi pasur nevojë, do thotë, jo ne, unë dhe te, për këtë dëshmi të këtilla, disa që e kanë Sytë e botës. po edhe në sytë e botës, edhe ti, nëse të kujtohet, vazhdimisht kam insistuar kur kemi biseduar për telashet që po ndodhin me gjykatën speciale sa i përket administrimit juridik, do të thotë dilemat që janë ngritur, shqetësimet që janë ngritur, gjithmonë rrit nëse të kujtohet, kam thënë që është detyrë, mund protestojmë ne, mund edhe ne por nëse mban mend gjithmonë kam thënë është detyrë në sallë gjyqe dhe kam thënë gjithmonë është që si gjendën, do thotë ata zëra kredibil e ato institucione kredibile ndërkombëtare diplomatike që do ta kontestonin procedurën se si po funksionon kjo gjykatë, sepse ne jemi të pafuqishëm për të pas një impakt të këtill global, për të tërhequr ndërgjegjen e vëmendjen e opinionit publik. Tjetër është dëshmia e James Robinit dhe tjetër është reagimet ne që mund t'i bëjmë. Nëse të kujtohet, gjithmonë kam thënë që duhet mobilizim i shtetit Kosovës, i partive politike, i gjithë aktorëve relevant. Nuk kryhet kjo punë në mënyrë individuale duke protestuar unë dhe ti, por duke investuar në krijimin e kësaj klime ndërkombëtare për ta ndërgjegjësuar diplomatikisht perëndimin me atë që ka po ndodhur, që James Robin tash u afau për plasin fytyrë, kjo nuk është drejtësi, domethënë besë nuk e tha ndoshta tekstualisht, mbas edhe e ka thonë se nuk më kujtohet që njerëzit janë të kindapuar në aspektin juridik në farë mënyrë, sepse me vullnetin e tyre kanë themeluar këtë gjykatë, kanë dashur ti një herë për gjithmonë ti adresojnë këto akuzat pa baza të cilat janë bërë mbi ta, që e tha edhe në këtë dimension, e tha edhe një aspekt shumë të rëndësishëm, që shumica e këtyre akuzave kanë ardhur kryesisht të përpunuara nga Rusia së bashku me Serbinë me qëllim që ta dëmtojnë aleancën e popullit të Kosovës, sepse amerikanë gjithmonë i thonë aleancën e popullit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra që të portretizohet UÇK-ja si organizatë terroriste lidhur me elemente fundamentaliste e tjera, e cila po ashtu kryen krime etnike, gjithë këto akuza, tha, është vërtetu, madje përmendi emrat gazetarëve që janë përjashtuar nga puna për shkak të New York Times e të tjerë që janë përjashtuar nga puna për shkak sepse kanë ofruar spekulime të këtilla të paverifikuar. Dimensionin e saj është legitimiteti historik edhe njëherë i pavarësisë së Kosovës, pse aleanca dhe bashkëpunimi ndërmjet UÇK-s dhe perëndimit në drejtim ishte e domosdoshme. Përkundërse që nuk ka pas strukturë të centralizuar ushtarake, politike, nuk është asgjë që duhet ta marrim si dobësi, përkundrazi si krenari duhet ta marrim, sepse rrethanat kanë qenë atku të tmerrshme, do të thotë që ajo është dashur të mbartë, vish një fakt, të mbartë armë me gomar, nuk ka pas mundësi do të thotë me në mënyrë transaksionale ta bëj këtë punë. Vish që ky fakt mjafton për me kuptu çfarë ka qenë gjendja në atku. Ndërtimi i paqes. Dhe fundit edhe një ta ripërmbledhje dhe e fundit që nuk ka asnjë dëshmi për përfshirjen e tyre në trafikim droge, përkundër kryeparlamentarit aktual Basha që ka bërë punime shkencore duke ndërlidh UÇK-n se është financuar edhe nga parat e krimit të drogës, ka i kanë marrë këto informata ata, këto burime ata duhet ja qartësojnë opinionit publik, sepse u pa që Departamenti i Shtetit, CIA dhe të tjerë nuk kanë pas dëshmi të tilla që UÇK-n e shohin si një kartel ndërkombëtar të drogës, por një ushtri për aq sa ka pas mundësi, për aq sa ka pas kapacitete, që është motivuar, është mobilizuar vetëm nga kauza për liri, asgjë më tepër, asgjë më pak. Rubin ndau për 2 ditë e gjysmë ka solli gjithë përjetimin e tij të shkruar në kampograme, se si ishte projektuar një forcë guerile siç ishte UÇK, në krye të cilës ata e kishin identifikuar zotin Thaçi,
si figurë që mund të negocionin, mund të arrin projektin e zërshëm të paqes në ramuje me gjithë vështirësi dhe dilema që kishte edhe brenda strukturës, delegacionit e dha detaje mjaft interesante. Nga ajo që e përshkroi Rubin, përse Amerika është angazhuar në Kosovë për të ndalë tiraninë e Miloševićit e paraqiti po ashtu një argument të madh, që vazhdon sot të mbështetet nga Shëbat. Për një Kosovë, paqja rajonale do thotë paqja rajonale është investim afatgjat amerikan. Ashtu nuk diskutohet. Paqja dhe stabiliteti është investim afatgjat amerikan. Respektimi i drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Është interes strategjik amerikan. Siguria ka qenë një komponent e cenuar dhe fushata dezinformimit nga rusët dhe serbët. Deri tani së paku nuk kanë treguar rezultat në raport me Amerikan dhe u detyrua Rubin tua për plas në fytyrë këtë qëllim që kishin rusët edhe me këtë gjykat, duke e lënë amerikanët që të lëviz themelohet dhe nuk si e shihni këtë aspekt. Amerika atëherë, Amerika dhe sot. Jo, nuk e shoh që ka ndru roli i Amerikës në këtë drejtim, edhe në këto është kriju një keq perceptim se Amerika do thotë ndikoj që të krijohet gjykata speciale, mirë po mos harroni, ne kemi, siç e thatë edhe ju, është dokumentuar se Amerika kishte bërë një investim të madh, tashmë akuzat ishin ndërkombëtar, ato kishin marrë miratimin përmasa ndërkombëtare. Kishin përmasa ndërkombëtare, ishin aprovuar në Këshill të Evropës, dhe çka të bëhen tashmë ato aktakuza. Ne mund mos i pranojmë ato aktakuza. Ne mund ditë natë mund të artikulojmë qëndrime eseistike. Rubin duket se mezi kishte pritur. Ballafaqim jo për historinë me rusët. Me rusët me gjithë ata që kanë dilema ose ardhmëç të SHBA-ve që investojnë ende për një rajon të destabilizuar këto në Ballkan. Dhe çka ndodhi, do thotë pas atij intervenimi ndodhi natuizimi i Ballkanit në një farë mënyrë. Shiqo sot ku i kemi vende të tjera të rajonit. Përkundër, mos harro, ka përpjekje subversive. Sot natë ditë domethënë investohen me të madhe qëllimet kaotike, destabilizuese, asnjëherë nuk janë ndalur. Mirë, po vazhdimi dhe përshkallëzimi i atij konflikti pashmangshëm do ta implikonte edhe Shqipërinë, edhe Maqedoninë. Do ne e dim pastaj Maqedonia çfarë çështje nevralgjike është në rajonin e Ballkanit perëndimor, ajo mbase do të involvonte edhe Bullgari, Greqi në luftë, Turqi, vende anëtare të NATO-s, nuk kishte asnjë opcion tjetër, do të ishte kalkulimi i tyre që nuk kishte asnjë opcion tjetër që paqes në rajon mund t'i kontribuohet vetëm në narrativen e dezinformimit rus, do Rubin me paraqitjen e tij në. Dëgjoj, kush ka pasur vesh dhe kush ka pasur syta ndëgjoj, ajo është e qartë, mirë po tash kjo nuk do të thotë që Rusia përsëri do ta ndal do ta ndal projektin e saj, do investimin e saj për ta demolizuar investimin perëndimor, sepse ky investim ka sjellur paqe dhe stabilitet në kur rajoni do të nuk ka qenë më i sigurt, kur rajoni nuk ka qenë më shumë paqe se sa pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Në fundit edhe shpallja e pavarësisë së Kosovës u pa që është opsioni vetëm që ka mbetur në tavolinë. Dhe historia i dha drejt këtij procesi politik dhe diplomatik, por që Rusia nuk do t'i ndalë përpjekjet e saj, ajo do t'i vazhdoj për aq kohë sa ajo nuk do të gjejë rrugën e bashkëpunimit me Perëndimin, për aq kohë sa nuk do ta kuptoj në senso ballafaqimi amerikan me Rust i Perëndimit me Rust. Doktrina e integrimit, doktrina e stabilitetit, doktrina e perspektivës euroatlantike me doktrinën e kaosit. Do të thotë sepse unë kam thënë gjithmonë, Rusia nuk ka kapacitet ta zëvendësoj gjeopolitikisht Perëndimin. Do të thotë ajo nuk ka asnjë shans, nuk ka në gjitha dimensionet, nëse shohim sot GDP-n e Rusisë, realisht do të thotë GDP-ja e saj nuk është as sa e Holandës. Në aspektin ekonomik, do të thotë Rusia nuk ka çka i ofroj Perëndimit. Tërë përpjekja e saj është vetëm që të krijojë kaos. Doktrina e Rusisë është krijimi i kaosit. Edhe sot me luftën në Ukrainë, një historian që thotë gabimi më i madh i Rusisë është që ju ka kundërvu Perëndimit, sepse nuk është që do të fitojë Rusia këto. Në fund po shihet kush, në fund do thotë nga atë dëshira për me shndru Rusinë në një perandori të re, po përfundon vasalin një perandori tjetër siç është Kina, bilëm është një proverb
pse po dalim pak prej temës, është një proverb, Brezhnevi kur ka biseduar në telefon me Niksonin edhe i thot kam dëgjuar që e keni një superkompjuter i cili është në gjendje ta parashikoj eksaktësisht të ardhmen për 2 minuta. Edhe i thot Brezhnevi, tregom në vitin 2030 kush do të jetë antar të byros politike në Bashkimin Sovjetik. Edhe ndalet Niksoni pak edhe i thot Brezhnevi lese s'shen ka asgjë puna juaj, thot sepse s'po jenë gjendje. Jo thot po kam problem se nuk po di me lexuar emrat kinezisht që mi ka qit këtu. Superkompjuteri i Niksonit e ka paraqë në vitin 2030 Rusia në farë mënyrë do të jetë vasale ekonomike e Kinës dhe po shihet ajo që po ndodhë aktualisht. Kasolli, Rubin dhe dëshmia ti pati dhe ka një rëndësi të veçantë për përballjen historike edhe të tashme mbase të perëndimit që ka jo vetëm në Kosovë, por në gjithë Ballkanin perëndimor në Evropë objektivisht për modelin e demokracisë me një Rusi që përbën kërcënim për vlerat perëndimore, për të drejtat dhe lirit themelore njerëzit. Rubin foli me detaje nga përjetimet e tij, edhe në ato 3 ditë sa ishte në Kosovë, edhe në takimet e vështira që kishte me Zotin Thaçi. E ky takim me Zotin Thaçi ishte sugjeruar nga vetë shefja e tij, Madeleine Albright. Kishte thënë, shiko, bisedo me këtë djalë. Një miqësi diplomatike. Jo miqësi. Edhe kishin identifikuar që në atë kohë Zotin Thaçi, një figurë. Po e dinin se çfarë po ndodhte edhe në Kosovë, paraqiti detaje interesante. Ndoshta këto detaje ne I kemi jetuar. Po kjo po them është e rëndësishme, ndërsa është e rëndësishme për brezin e ri edhe që të mos lejohet manipulimi, sepse e vërteta e tij ka as dimensionin ndërkombëtar, do të vërteta si funksiononte UÇK-ja nga zona në zonë, nga fshati në fshat, se si e kishte vështirë UÇK-ja në atë kohë dhe Basadem I ndjerë tashmë, ndjeri kombit, ta përbrendësonte, ta aprovonte një dokument për paqe në Rambëje. Sa ishte e vështira ajo vendimari për Zotin Thaçin. Polemika e paraqiti gjithë kompleksitetin e rrethonave kritike të kohës në një proces që metonte edhe kishte një kauz paqe dhe ndalje gjakderdhës në Ballkan. Dhe tani jemi me Kosovën e lidhët pavarur, po me këtë mbështetje amerikane. Për të polemika që kemi brenda. E para do thotë I kam pa kanë filluar me të madhe, bilëm I kam neglizhuar pak a shumë sepse I konsideroj dëmshme, helmimi pa nevojshëm I atmosferës politike. Në shikimin tuaj, paraqiti Rubin situatën po edhe ti edhe unë kemi jetuar, do thotë. Ne dim, do thotë delegacioni I Kosovës, do të pse kërkoi 2 javë kohë. Në atë kohë ishte formuluar nga nevoja për të konsultuar me popullin e Kosovës, për konsulta shtesë me popullin e Kosovës, për efektet, benefitet dhe pasojat e mundshme nëse refuzohet marrëveshja e Rambojës, sepse marrëveshja u nënshkruan Paris pastaj kur ky delegacioni Dhe atë atmosferë, e ka qenë një atmosferë jashtëzakonisht e rëndë, mbilëm edhe kushdo që I ka përcjell emisionet janë jashtëzakonshme, historiku I shkatrimit të Jugosllavisë, dokumentarin e BBC-s, do thotë vdekja e Jugosllavisë, fillimisht janë 6 pjesë për republikat tjera, më pastaj është për Kosovën rënja e Miloševićit dhe lufta në Kosovë. Ti je komandant, do thotë aty bilëm është Remi që thotë tekstualisht me zonë me figurë, me krete, thot, para një dokumentari ndërkombëtar, thot, I kemi paralajmëruar delegacionin e Kosovës, thot, një nga një thot I kemi thirrë, I kemi paralajmëruar që ante fundit kundër ajrore që I kemi, nuk do t'i përdorim kundër Serbisë, por do t'i përdorim kundër avionit që do ta atterrojnë në Prishtinë nëse nënshkruani atë marrëveshje. Dhe sheti çfarë presioni në atë kohë. Me zonë figurë, po shen çfarë presioni ka ekzistuar në atë kohë. Dhe tash cila ka qenë detyra e Thaçit. Do 2 rrugë I ka pas. A ka pas edhe Zoti Thaçi dilema të tilla për po është normale, është normale, po në asnjë momente delikate historike, do thotë, në asnjë momente vendimtare historike kur vendosen fatet e popujve njëherë përgjithmonë. Më kujtohet Recep Çosi jam duket e ka në librin e tij për Rambojën, thotë kur I ka thonë ambasadorit britanez aty, thotë kemi pritur 100 vjet për këtë ditë, prandaj
na duhet edhe pak kohë, se është 100 vjet është prit, kur është vendos fati i Kosovës në Londër me 1912 dhe në vitin 1909 është rikthy përsëri në agjendën ndërkombëtare. Brubi nuk e tha, por Amerikan bëhe zoti Thaçi këtë punë sa më përpara, sepse Milošević nuk do ta nënshkruaj dhe detyra e Thaçit ka qenë, detyra e Thaçit në atë kohë ka qenë për shkak, siç e thash në fillim, sepse gjithë ata ishin luftarë ishin. Gjithë ata ishin njerëz që i kishin hyrë në betejë me sfidu jetën për hir të lirisë. Dhe njerëzit që janë gjendje, njerëzit që e kanë tejkalu këtë pragun e jetës biologjike për hir të lirisë, nuk ka më diçka tjetër, është ligji vetvetes, nuk ka diçka tjetër që nuk kanë ekzistuar strukturat legale shtetërore, përgjegjësia komanduese etj. Dash detyra e Thaçit ka qenë që të ndërtohet një konsensus i brendshëm politik, po e quaj, politik ndërmjet gjitha figurave kryesore dhe komandantëve të zonave për hir të kësaj marrëveshje, për hir të këtij akordi historik, për hir të këtij qëllimi historik, ose nëse nuk ndodh kjo, dije çfarë kanë me qenë pasojat. Sepse Robin e tha qartë, ne kemi kërcënuar një farë mënyrë e Thaçit. Nëse nuk e nënshkruani marrëveshjen, do ta humbni mbështetjen amerikane. Tash ne mund ta imagjinojmë, ta paramendojmë çka ka pasur të ndodhur për Kosovën nëse nuk ishte arritur kjo marrëveshje. Shto faktin në vitin 2001 ndodhi sulmi mbi kullat binjake, vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u riorientu totalisht ka lufta kundër terrorizmit, lindja e mesme ende po shohim nuk po arrin të gjejë stabilitet. Telashet e reja më pastaj tash i kanë dalë Shteteve të Bashkuara të Amerikës me fuqinë, me rritjen enorme të Kinës dhe po ashtu, sepse edhe Rusia ka qenë në atë kohë tjetër në raport me një Rusi çfarë është sot. Dhe ai ka qenë momenti ideal historik, në ora e historisë në atë kohë ka godit për popullin e Kosovës, është fryzuar maksimalisht pozitivisht në atë moment delikat dhe ne në vend se të vajtojmë të kemi dilema, do thotë se jo do të ishim çliruar vet, jo do të kishte ndodhur kjo, jo është dashur të refuzohet dhe mos harro dhe me kritikën që po ja bëjnë. Tani do ndalë me këto. Vishë një sekondë, se kjo mos të mi. Kam përcjell tash do thotë një përpjekje duke shfrytzuar dëshminë e James Robinit, po duke shfrytzuar dëshminë e James Robinit, janë rikthy disa zëra që tentojnë tash ta denigrojnë Thaçin se s'pas ka qenë askushi dhe i parëndësishëm ishte. Parëndësishëm, mos harro. Mbështes të bëjnë këtë zotit Kurti. Dëgjoj, ose të kampave. Jo, po këta veç sa amnistojnë tash. Pse? Po janë të njëjtit që deri më tani e kanë akuzuar zotin Thaçi, pse ka pranuar marrëveshjen e Rambujës për shkak dëmeve që i ka kriju për Kosovën. Dhe tash, atëherë pse të njëjtin kritik nuk po e bëjnë ndaj komandantëve të zonave, pse e pas kanë detyruar zotin Thaçi ose e kanë dhënë aminin e tyre për marrëveshjen. Rrëfimi po përpiqen me thonë që zoti Thaçi nuk ishte i rëndësishëm rrethonat e luftës, ja po e shihni çfarë po thot Rubin. Po mirë, deri tash është akuzuar. Nuk ishte udhëheqës i vërtet, nuk e kishte kaporal. Po e akuzojnë se kishte luftuar me Serbinë. Deri tash është akuzuar betejë primitive. Po deri tash është akuzuar si përgjegjësi kryesor për marrëveshjen e Rambujës. Mesh nuk pas ka qenë roli i tij kryesor në marrëveshje, por është dashur të ndëgjohen të gjithë ata zëra, tash duhet në të njëjtën kohë që ta amnistojnë zotin Thaçi, sepse kjo pas ka qenë konsensusi i gjithë komandantëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe jo vepër ekskluzive e njëri. Gjë që është reale, është në shikimin e brendshëm kjo ndëgjoj kjo përpjekje me ulë në mënyra të ndryshme. Në vend se politikisht kryesisht. Tash kjo është shumë e ulë sepse në vend se të shfrytëzohet ky moment, kjo dëshmi për Kosovën që e James Robini, sepse është një dëshmi e jashtëzakonshme, është ka qenë domosdoshme, ka qenë nevojshme, më thash, kemi pasur nevojë edhe një herë për këtë dritare të re të vërtetës për atë që ka ndodhur, tash bëhet një luftë, një gjueti shtrigash që të zhvlerësohet ajo dëshminë që është në interes shtetit të Kosovës, sepse aty po rilegjitimohet historikisht pavarësia e Kosovës dhe ne mirëmi me këto intriga. Kam një 2-3 pyetje për të pjesën e fundit, por e tha dhe në fillim ka thonë se atë çfarë kishte menduar Amerika ta bënte në rastin konkret së fundin në Ballkan për të shembur regjimin e Miloševićit me UÇK-n, me zotin Thaçi dhe me delegacionet tjetër, por Thaçin kishin zgjedhur drejtues për të bashkëbiseduar dhe për ta ideuar dhe konstruktuar paqen. Atë çfarë kishte menduar Amerika në atë kohë, po ajo Amerikë po vazhdon edhe tani të njëjtën doktrinë të investimit në Ballkan për një stabilitet e paqes sigurt, për një mjedis ku
lirit dhe drejtat themelore të njerëzit nuk mund të cënohen nga askush, kushtypja nuk ekziston në doktrinën e politikave të asnjë shteti në rajon. E njëjta politikë po vazhdon dhe sot objektivisht. Dhe këtë mesazh a mendoni që e çoj edhe një herë SBA nga gjykata për gjithë ata që kanë dilema, jo vetëm për armiqtë të këtyre vendeve, por edhe për vetë drejtuesit politik të këtyre vendeve që mund të kenë hamendje se kush ishte Amerika në kaluar ose çfarë kërkon tash nga jo vetëm në gjykatën e Hagës, por tash kemi edhe kjo frym vazhdon edhe me atë që ndodhi sfundi, do thotë me ndërprerjen e dialogu strategjik. Pse u ndërprej? Sipas arsyetimit zyrtar të State Departamentit. Për shkak sepse ata stabiliteti dhe siguria dhe po cënohet, do thotë pikërisht përpjekja amerikane për garantimin e një stabiliteti më të qëndrueshëm. Kjo është arsyetimi zyrtar, po ashtu një reagim tjetër, SBA janë në kërkim të një partneri që me cilën mund të kalkulojnë që është i dobishëm për projekcionin e tyre të stabilitetit. Janë edhe këto tashmë deklarata zyrtare edhe të kësaj administrate që janë pak a shumë në të njëjtën linjë me sikur që kishte para 30 vitesh. Sikur që kishte para 30 vite me të njëjtën linjë që e potencoi zoti Rubin, që ka qenë makro arsyeja, motivi themelor, kryesor që e ka ndruar edhe qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka kurzuar do thotë një aktivizim më të madh në favor të kauzës që ishte duke ndjekur populli i Kosovës me ushtrinë qëllimtare që po luftonte në terren për këtë kauzë. Dhe njëjtën gjë kemi edhe ndaj Serbisë. Këtu duhet ta kemi qartë sepse unë nuk jam prej atyre do thotë që është duke levatu Serbinë, janë duke levatu Serbinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është absurde, kjo është nonsens. Para se të kritikohet Kosova, fillimisht është kritikuar Serbia për sjelljet e saj destruktive edhe nga kjo administratë. Hera e parë kur administrata aktuale Trumpit është marrë me Ballkanin perëndimor prej se ka marrë detyrën, ka qenë një lloj kritike hapur ndaj Serbisë për sjelljet e saj në Bosnjë dhe për sjelljet e saj në Bosnjë dhe Hercegovinë. Mbështetjen e Dodik dhe po ashtu edhe takimi ndërmjet Gjuriçit dhe Marko Rubis. Po të lexohet ndërmjet rreshtave komunikata e Departamentit të Shtetit, jo ajo që thotë Gjuriçit, aty është qartë, është potencuar gjithnjë më tepër që është kërkuar Serbisë që të jetë të jetë një kontributore në garantimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe të mos i cënoj arritjet e dështanishme. Po me shumë kuptim për SBA. Po kjo tash nuk më intereson, është problem që SBA e ka me Serbinë. Ajo që do të bëri qartë dhe Bosnjës nuk lejojnë ndryshimin e realitetit. Po kemi pa përpjekjen e tij, kemi pa përpjekjen deklarate ndaj Dodik u morë vendimin përpjekjen e tij naive se mund ta blej, do thotë Trumpin, kemi pa përpjekjen e tij për të investuar në kompani lobimi e tjera për ta ndruar qasjen e Shteteve Bashkuara. Në arkitekturën rajonale është po ajo SBA që vazhdon të investojë. Edhe në këtë kohë kurani gjeopolitik në botë është i cënuar nga një Rusi agresive. Po edhe marrëveshja, më beso tjetër në këtë, po edhe marrëveshja brerit që është marrëveshja për bashkëpunim, për fillimin e bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Po kjo mund shitet para militantëve. Dhe ti mendon se sikur SBA kishin ta ndalin këtë marrëveshje. Kish mund të arritur kjo. Beson ti që Shqipëria e Edi Ramës do dilte kundër as Kroacia. Po beson ti që Kroacia do dilte kundër rekomandimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë marrëveshje? Po kjo është veç një keq interpretim. Mund të besojnë. Mund të besojnë, prapë thamë, mund të besojnë, mund të ta interpretojnë përfitime dhe mund të jetojnë. Po ne pak a shumë do të thotë që i shohim nuk janë shaka këto tema. Po nuk janë shaka, mënyra se si sillen shtetet e përgjithshme, që e kemi bashkëbiseduar edhe në emisionin e fundit. Unë jam i bindur, do të thotë edhe ti edhe që edhe Shqipëria, edhe Kroacia, pas që do të dënjonin të bisedonin me Kosovën sikur të kishin presion nga SBA-t për të mos u bë pjesë e aranxhmaneve të tilla të sigurisë. Pra thotë është e qartë, është legalizuar kjo, po në fundit edhe ushtria e Kosovës, nga kush u dha leja për të kriju? Nga Washingtoni, nga administrata aktuale e cila është në pushtet. Pse? Sepse investimi gradual në ushtrinë e Kosovës, forcimi gradual i saj i kontribon po ashtu stabilitetit dhe sigurisë afatgjatë rajonit. Janë fazat e zhvillimit nga 2018 në dhjetor kur kaloi me ligj. Që jemi brenda atyre parametrave, po ajo që është fatkeqësi është dëmshme vetës po ja bllokojmë rrugën për disa përfitime të shkurta politike, nga se kemi një dështim qeverisës në shumë sfera të tjera dhe atëherë duhet shfrytëzohen këto sentimente për ndonjë përndezje elektorale.
për në shikimin edhe ndërkombëtar, edhe si që tha dhe për gjeneratat këto që se kanë jetuar dhe shqyrë që se kanë jetuar atë realitet të Tiranin, gjenerata me fat që kanë jetuar të Tiranin, ishte një tablojt qartë si ishte lufta Kosovës, kush ishte aleati Kosovës, pse aleatet vendosin ta përkrajnë kauzën e Kosovës për lirinë nëpërmjet kryengritjes së guerilës quajtur UÇK, si u zhvilluan fazat kritike në gjithë këtë raport me Shtetet e Bashkuara, pse SHBA-t ende vijojnë ta mbështetin një Ballkan dhe arkitekturën e përgjithshme të stabilitetit dhe të sigurisë, dhe një argument tepër i rëndësishëm, mbase që godet thelbin tani të aktakuzës së prokurorisë, meqense është hequr fare akuza për trafikim organe dhe është formulimi ndërmarrje për bashkë kriminale. Këtu është pika nga rrëfimi dhe përjetimi që ndau me trupin gjykues, me gjykatën Rubin, duket qartë që ai goditi shumë këtë pikë duke ndarë përjetimin e tij me rrethonat e kohës. Domthonë këtu është pika kryesore, do të investimi kryesore dhe përkujdesja që e kishte siç duket James Rubin, që pikërisht kjo pikë e aktakuzës së prokurorisë të çmontohet të goditet është që të thuhet e vërteta. Të thuhet e vërteta që ti bëhet të qartë publikut, do thotë mas pari njerëzve që janë përfshirë në proces gjyqësor, pastaj edhe publikut më të gjerë që s'ka pas asgjë këtë drejtim, thjesht kjo ka qenë një strukturë e njerëzve të cilët kanë qenë të angazhuar nga dëshira për liri. Nga zori nuk ka diçka asgjë më tepër përkundër kësaj. Nuk kanë qenë kartele drogës e para. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, CIA, gjithë agjenci që i ka mos i përmendim tash, nuk kanë asnjë informacion që kjo strukturë më tepër se sa nga kauza për liri ka qenë një lloj kartele e drogës, kjo u godit, s'ka të bëj asgjë me këtë, u rrëzua. Dhe e dyta që ka qenë e nxitur më tepër nga persekutimi i oponentëve politik sesa nga lufta kundër Serbisë. Këto janë dy pikat kryesore, që ishte përkujdesur James Rubin, sepse ai tha qartë, jo vetëm sa kam qenë në detyrë, por edhe në ndërkohë tha, dhe pas jam larguar, kemi jetuar, tha, kam pyetur miq, kam pyetur njerëz, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë të dhënë të kësaj natyre. Se udhëheqja UÇK-s është e përfshirë në krimen ndërhetnike, në largim të popullsisë, në shtypje drejtat dhe livet. Dy pikat kryesore dhe e treta, do thotë, për t'ja dëshmuar edhe njerë, edhe e treta që mënyra se si është administruar drejtësia nga gjykata speciale, vetëm drejtësi nuk është, mund t'i thuhet gjithçka tjetër, vetëm drejtësi, sepse do të janë bajt njerëzit. Çfarë keni bëri tha gjykatëve që 5 vite keni mbaruar, si është e mundur ta mbani një president vendi kështu pa një udhëheqje politike e cila ka dëshmuar vullnet të plot për paqe dhe vullnet të plot për të ballafaquar me pretendimet e ngritura ndaj kishte votuar vetë gjykatën. Janë vetë dorëzuar, kanë qenë në sinkron plot me kërkesat e bashkisë ndërkombëtare në raport me këto detyrime. Ishte kritik Rubinor ndaj këtij thelbi është do thotë që është shumë e rëndësishme përpas këtij dimensionit historik mbi trashëgiminë e UÇK-s është që si kjo gjykatë ka degeneruar dhe ka dështuar që e para proceduralisht. Tash mos flasim për ato çka do të ndodhë gjatë ditëve, mirë po kur diçka niset mbrapsht, do thotë atëherë është e kuptueshme që do të përfundojë si tillë. Do të përfundojë si tillë që mënyra rrjedha e saj, do thotë procedura e saj i ka tejkaluar, do thotë e ka tejkaluar logjikën juridike se si funksionojnë institucionet normale juridike në demokracitë perëndimore ku sundimi i ligjit është vlerë themelore. Kritiket e zotit Thaçi edhe sot që mund të jenë oponent caktuar ose mbështes të platformave sociale. E di çfarë po thonë. E shikua çfarë kishte bërë Thaçi. Po shihet që ai kishte për qëllim që të shkonte në Amerikë ta ndonte Kosovën përsëri mbështetjet e vetëvendosëse kthehen në këtë narrativ. Për konsum polemikash e politike. Edhe goditjen e fundit që e morën në planifikonte të shkonte në SHBA, të një vend që kishte ndihmuar popullin e Kosovës në liri, kishte ndihmoi Kosovën të bëhet shtet, dhe tani po përpiqet ta bëj Kosovën. Dëgjoj, edhe goditjen që e mori aktualisht qeveria në detyrë nga
ndërprerja e dialogu strategjik, po justifikojnë këtë mënyrë sepse kjo po ndodhet për shkak se i njëjti pushtet po e lufton Serbinë dhe fuqizimin e saj në Kosovë. Unë tash prapë tham, kjo është një temë politike. Kjo është një temë e cila ngjarë. Jo, ndershme, ndëgjoj. Po jo bre, orit. Po ata e dinë, orit. Dhe po ballafaqohem në një proces historisë. Orit, edhe ata e dinë, do thotë, që kjo bëhet veç për qëllime, për përfitime momentale elektorale, do nuk ka këtu diçka tjetër. Në fundit është i njëjti pushtet që është pajtuar me dy marrëveshje të Bruxelles edhe Nuër. Dhe ato detyrime i mbesin nuk janë të lehta për Kosovën. Nuk janë të lehta për Kosovën, ato detyrime i kanë në tavolinë ka shteti i Kosovës dhe këto janë veç muhabete. Tash jemi në atmosferë elektorale dhe me mujt me grabit në i vot nëpërmjet këtyne. Thoti tha që nuk në Kosovë, bashkë me tjerë, natyrisht po përballet me një proces për cilin vetë ata ishin të akorduar me 3 gusht 2015 duke themeluar gjykatën, dhomat e specializuara dhe ata po përballen me një proces historisë. Dëgjoj, nuk ka pas tjetër të përdoret si recet nga ky pushtet tani. Dëgjoj, nuk ka pas asnjë opsion, asnjë shans. Tash tjetër është që ky keq menaxhimi i drejtësisë që ka ndodhur, që nuk ka mund të parashikohet, nuk ka mund të prognozohet. Mirë, po ne duhet t'ia themi qartë vetës. Unë për veti, nga mënyra se si një, nëse një gabim, okej, tjetër nga mënyra se si një proceset ndërkombëtare. Nuk shoh që vende si Kosova, do thotë, që kanë luksin që kur përballen me një akuzë të tillë ndërkombëtare do të mund të dalin prej saj pa përballur me të dhe pa marrë goditje finale në gjykatë. Ai nuk merr goditje në media. Jo. Nuk merr goditje vetëm në sallë gjyqi. Dhe aty duhet zhvillohet betejë. Dhe për ta në fund të pyetësh unë nuk do ta votoja, po unë mund të flas si pjesëtari që është një civile, si gazetar, si media. Unë pse kam thënë, kritikat që duhet të bëhen, po e përsëris, kritikat që duhet të zhvillohen kundër gjykatës speciale, duhet të zhvillohen nga keq administrimi i drejtësisë që është duke ndodhur me këtë proces. Dhe këtu shteti i Kosovës, subjektet politike, njerëzit me peshë duhet të gjejnë të gjitha kanalet që i kanë në dispozicion në mënyrë që të bashkëpunojnë me instanca kredibile ndërkombëtare, të specializuar për temat këtilla që ato ta shtojnë presionin publik nga atë që po bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët në gjykatën speciale. Ne nuk mund ta bëjmë këtë. Këtu është huqja, këtu është investime. Shpresë lirë, pikpamjeve kështu. Ndëgjoni, mund të kemi vretje, mirë, po unë nuk shoh vend. Kosova nuk është Kinë, nuk është Rusi. Rusia mund t'i përballojë sanksionet, mund t'i përballojë sanksionet perëndimore. Mund t'i përballojë edhe po shohim me çfarë pasojë. Ata që thash tashmë duke u bë vasale ekonomike e Kinës. Tash në fundit pse Kosova nuk hyri në Këshill të Evropës? A dështoi? Dështoi për ty. Amerikanët thanë jo. Po sepse ke marrë obligime në marrëveshjen e dhënë. Po ke marrë obligime në marrëveshjen e Brukselit edhe të Ohrit. Këto obligime janë parakusht për agjendën e matutjeshme euro integruese. A aplikoi Kosova që sa vite ka aplikuar për aplikim për antarësim në Bashkimin Evropian. A duhet vetë qeveria ndërtyrë t'jap llogari pse dështoi që bilëm të adresohet edhe aplikimi i saj. A di që aplikimi i Kosovës ka metë në sirtar të zyreve të BE-s. Dhe ky fatkeqësisht do të na përcjell për kohë gjatë edhe për aq sa ne do të jemi peng të këtyre temave. Kurti kishte thënë, me fal Kasolli që po ndërhyj, ta bëj ma interaktiv nëse mund ta them, ma dinamike vizë. Në frim të kësaj, Kurti kishte thënë në një fjalim kuvent, duke kritikuar thaqen dhe oponentë të tjerë politikë, se SBA-t nuk dëshirojnë një shtet të dobët për partner. Dhe mënyra se si po sillen oponentët e tij në rrethonat e kohës sipas Kurtit, po e bënte Kosovën të dobët edhe të nënshtruar. Unë jam i bindur që për Kurtin edhe sjellja vasale është edhe e Mercit, që kemi përmendur, është sjellje vasale konstitucionale. Ai kishte thënë kështu në nga standardi nga mënyra nga retorika nga retorika, do të thotë nëse e morrim këtë retorik me cilën Kurti i ka sulmuar oponentët e tij politik, e duke i quajtur si sjellje vasale, mbesa me të njëjtën mënyrë, me këto standarde çfarë Kurti
i ka përdorur si armë kundër oponentëve politik, vasal mund të konsiderohet edhe Merci. Pave do të thotë Makroni gjithçka shkoi Merci në shtëpi bardh Trumpit i thekë ki trashëgimi gjermane të janë nxjerrë në shtetësi certifikatin e lindjes e tjerë. Sekretari i NATO-s Babush, do të thekë, mbase për Kurtin edhe ata janë vasal, vetëm Kurti do ta gjejë atë rrugën e tretë se si duhet të ndërtohet raporti i partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nuk përmend as shtetet që kanë arsenal bërthamor në Evropë. Evropa nuk e bën. Evropa bën një trashëgimi shekullore të gjatë. Dëgjoj, unë disa herë e kam përmendur pa asnjë fije kompleksi, sepse ti bosh real kur I pranon gjendjen çfarë e ke. Ka shpikë gjuhë Kurtit me këtë lloj retorike, se mund ta thot një herë për konsum politik elektoral. Po që Kurti këtë diskurs nuk e ka tani kur është e ka edhe përsa kohë që ishte në pozitë. Po tash Kurti ka operuar me dy karta. Në njërin është e vërtetë që ka përdorur kësaj lloj retorike, ka përdorur kësaj lloj për përfitimet e brendshme, por mos harro Kurti ka pranuar thuajse të gjitha marrëveshjet. Atë prandaj. Që këtu është thelbi I kësaj si kryeministër. Në fund mos harro mos harro. Pranoi kompromisin, bashkisë ndërkombëtare. Po godet të tjerë. Në fund bashkisë ndërkombëtare përkundër retorikës çfarë përdoret, në fund I intereson vullneti dhe gatishmëria për mi zbatu detyrimet dhe obligimet që I mori. Kështu që në këtë drejtim Kurti ka qenë I përdorshëm edhe për bashkinë ndërkombëtare. Sepse ka pranuar diçka që mbase ka pranuar diçka që askush tjetër nuk do të guxonte ta pranonte. Ka pranuar draft statut asociacionit që kritikët thonë se Kosovën do ta arbitrazh ndërkombëtar, po Kosovën do ta bëj. Po krijon arbitrazh ndërkombëtar. Federalizuar. Dëgjoj, po e zhvendos kontestet e ardhshme ndërmjet komunitetit serb dhe shumicës shqiptare me atë draft statut, do të në vend që jetë gjykata kushtetuese instanca e fundit që jep zgjidhje finale, është një arbitrazh ndërkombëtar. Dhe kjo është pjesa më e dhimbshme sepse unë jam që mos harro, sikur të ishim antarësuar në Këshill të Evropës. Në Këshill të Evropës, tjetër është gjykata evropiane e drejtësisë mesi. Mirë, po krijon një super trup, një lloj hibridi juridik, I cili kap jashtë çdo nomosi juridik, jashtë çdo standardi juridik. Po rekapitulu për mbledh. Në Bruksele në orë Kurti pranoi kompromisin, të cilin kompromis zorse do ta kishin pranuar mbase edhe të tjerët pa një debat të brendshëm. Dëgjoj, në fund një proces konsultativ I vështirë po ashtu, në Bruksele në orë pranoi kompromisin. Dhe sapo zbarkoi është tani në Kosovë, po e godet. Dëgjoj, ajo që unë e shoh më tepër, do thotë e shoh si një lloj përpjekje për të shfaqsuar edhe në fund politikisht. Duke godit listën serbe. Dëgjoj, duke godit listën serbe, duke u shfaqsuar në fund sepse këto detyrime, prapë them, këto detyrime Kosova nuk ka çare pa u ballafaquar me to. Nuk ka, do thotë është e bllokuar në agjendën e saj, veç nëse ndron ky rend ndërkombëtar, ajo tjetër është. Nëse do thotë nëse kollapson BE-ja, NATO, nëse ndodhin këto fenomena apokaliptike, ajo është temë tjetër, por nuk do të hyjmë si spekullime futurologjike apo. Okej, kjo është temë tjetër. Mirë, po brenda është një parametër, do të fati I Kosovës është I lidhur. Fati I saj evropiane, I sigurisë gjitha është I lidhur me këto detyrime. Dhe tash, çka ndodh kur fillon zbatimi I tyre, sepse nuk ka çare pa filluar zbatimi I tyre, mbase Kurti do t'i duhet një shfaqsim që përkundër përpjekjeve titanike që ka bërë, që ta minoj rolin e listës serbe në Kosovë, fajtorët ishin të tjerë, gjykata kushtetuese, subjektet opozitare që nuk e përkrahen në këtë drejtim, që edhe kur të zbatohen marrëveshjet, sepse sikur t'ishin arritur këto qëllime që të minohet roli I listës serbe e tjera, atëherë këto marrëveshje do t'ishin më pak të dëmshme. Këtu e shohun më tepër këtë betejën politike të Kurtit që gjej shfaqsim për atë që e pret Kosovën e që e ka vullën personale dhe diplomatike të vetë kryeministrit Kurti, I cili nuk mund të ikë asaj, po edhe nëse zoti Kurti vendos të tërhiqet Kurti ose kush do të qenë kryet trashëgimia e tij në këtë drejtim nuk do të mund të suspendohet sa I përket detyrimeve
ndërkombëtarët e shtetit të Kosovës përjashton ndonjë variant apokaliptik që thash nëse po atë spekulime futurologjike që unë nuk ja lejoj vetes luksin. Mase ka njerëz që mund besojnë në Kosovë, në shtet se ti saj vetë kur ti mund ta ndryshojë ranin global. Po dëgjoj tash këtu nuk do të shohim, kam parë interpretime që jo Kosova duhet në marrëdhënie bilaterale në mënyrë bilaterale, kjo ka qenë edhe Kurti që duhet jashtë këtyre strukturave të përbashkëta në marrëdhënie bilaterale me shtetet të luftojë dhe ta konsolidojë pozicionin e saj, por ne po e shohim që ata nuk janë duke pranuar me bisedu me ty për shkak të kësaj teme e lemo ti me imponu agjendën. Unë prapë vetë duhet t'ja përgjigje. Le të jep përgjigje qeveria e Kosovës pse aplikacioni i saj për antarësim BE ka me sirtar të këtij. Pse? Kjo është pyetja e sinqertë. Përgjigjja e sinqertë që ata duhet t'ja japin dhe në këtë përgjigje të sinqertë, ata do ta shohin kontradiktin që kanë edhe manipulimin edhe me gjykatën speciale. Aktualisht politikisht është ne po godasim lisën serbe, po e zvogëlojmë Serbinë Kosovë, po heqim ligimin këta të tjerë, po hemi në mbajtje. Sepse dështimi i tyre për të realizuar këto projeksione, do për çështjen e antarësimit në BE, aplikacionin, dështimi i tyre këto nxjerr se çfarë kontradikti janë edhe në raport me gjykatën speciale. Kjo kallzon pikërisht fakti që ata s'kan përgjigje. Pse kujtohet pompoziteti kur tre liderët e shtetit, Konjuca, Kurti, Osmani e dërguan atë letrën për antarësim. Asnjëri nuk pranoi të flasin sot me ta. Dhe unë mendoj që ky dështim, pse askush nuk ka pranuar ta marrë në konsiderat, sepse janë zotuar për tjetër shka në raportin e Dora Bokojanis. Po ajo është menduar se do të luanin politikisht me vendet evropiane dhe SBA. Kjo kallzon. Ata pikërisht ky dështim e zbuluan lojën. Pikërisht ky dështim kallzon se sa hipokrit janë në raport edhe me kritikën që e kanë për gjykatën speciale. Sepse njëjti fat do ta shoqëronte edhe Kosovën edhe mos votimin e gjykatës speciale. Proces të rëndësishme historike ku janë involvuar SBA dhe gjithë vendet kryesore të Bashkimit Evropian, komuniteti ndërkombëtar, ajo që nëse mund ta quaj të reduktuar figurën që quajmë Quint, kortivish kështu po ajo është një lloj akronimi Quinti. Është një lloj bashkërëndimi ndërkombëtar ne dim që kemi përvuar pak më gjatë. Është një lloj i grupit të kontaktit, por në atë kohë ka qenë edhe Rusia e përfshirë tash, nuk është përpjekja që aktorët kryesorë do të ndërkombëtar krijojnë trupa formal, diplomatike, politik në mënyrë që të mirën me menaxhimin e proceseve e fundit, nëse mund ta them Kasolli, gjithmonë duke u nisur nga dëshmia substanciale e rëndësishme e James Rubin në gjykatën speciale. Nga gjitha ajo dëshmi po e shohim rëndësinë, po shihet rëndësia e involvimit të SBA-s dhe aleatëve të saj për të ndalur tiraninë e Miloševićit në Ballkan, e një regjimi që ishte në varësinë e Rusisë në mënyrë ose tjetër. Edhe gjithë projekti politik përndimor për një Ballkan që të jetojë në paqe, në pikpamje të ulësimit, bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe respektimit pamuhshëm drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të një bashkërëndimit Ballkanit përndimor në agjendën evropiane, të evropianizimit në përgjithësi, ende ajo ka po shihet që është e SBA-ve për një Ballkan që mund vjoj matuti i pacenuar dhe në pikpamje të politikave që e cenojnë po ashtu stabilitetin, sigurinë dhe që 3 vite, 2 vite sa Kasolli, Kosova është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Tani mori një goditje direkte nga SBA-t, cilat pezulluan dialogun e planifikum strategjik për të nisë, që nuk kanë po i rëndësishëm shumë për Kosovën politike e sigurisë e kështu me radhë. Kujt nuk po i bën përshtypje kjo punë. Ndërm sekretari amerikan e shtetit telefonoi në këtë frymë gjykatën, kryetarin e gjykatës, kushtetuese objektivisht për të mbrojtur gjithë ato investime që kishim bërë në sistemin e drejtësisë. Dhe si u bëhet që zoti Kurti, pikërisht këto investime amerikani sulmon, jo tani, po çdo herë e kam fjalën me retorikën. Na kemi ardhur në një situatë, kjo është ende po mbesim te nevoja domosdoshme që Kosova bashkëndohet me mish në një retorik politike për një evropianizim të Ballkanit. Pas sulmit në Banjsk me shtator, na kujtohet të dyve cili ka qenë qëndrimi politik i
përfaqësuesve të shtetit të Kosovës. Përpjekja e tyre për ta bindë botën për sankcionim të Serbisë e tjera, ndalje të dialogut, ndërprerje e dialogut nuk ka pa sankcionim të Serbisë. Dialogu vazhdoi, madje edhe sot me qeveri ilegjitime po vazhdon dialogu. Ne pam bistimin me Petkovicin në Bruxelles. U pranuan, pas asaj ndodhi pranimi i statutit të Bashkisë së Komunave, cilën Kurti fillimisht, unë jam i bindur që ai ende do ta kishte atë qëndrim. Tash po ja lej vetes këtë spekulim. Ende do ta kishte atë qëndrim çfarë ka pasur në Kuvendin e Kosovës, sikur të mos ish bërë publik draft statuti dhe u pase çka ka pranuar. Jam i bindur që ai do të vazhdonte ta mbronte të njëjtin draft statut që ka mbrojtur në Kuvendin e Kosovës, që e ka konsideruar si e fund trashëgimisë mosnjohëse të Serbisë në raport me Kosovën me atë draft statut. Ato janë në Kuvend të Kosovës kur konfrontohej me deputetët opozitare e tjerë, por u bë publiku pa se çka Konjuca para asaj kam lexuar, tha ishte në frymë të plot me kushtetutin e tjera. Ne kemi dëgjuar dhe në çfarë situate kemi ardhur sot, pra po them, ku nuk mund të mohohet fakti, ne jemi dëshmitar, nuk mund të mohohet fakti që njerëzit të listës serbe, do thotë, kanë qenë përfshirë në Krim, jo vetëm në Krim, por në agresion sakt, në agresion sakt, paramilitare territorial, jo terrorist, nuk mund të quhet vishë terrorist, është agresion i hapur, që raporti i prokurorisë speciale tjetër, ndajeni po. Dosja e prokurorisë thotë qartë ka pas përpjekje për kapitalizojë. Dëgjoj ku kemi ardhur. Kemi ardhur në një situatë ku tash Bashkia Ndërkombëtare me pozicionu kundër veprimeve politike të Prishtinës dhe ku lista serbe nga bashkëpjesëmarrëse në një sulm kundër rendit kushtetues e territorial të Kosovës të shihet si viktimë e sjelljes të Prishtinës. Dhe që ai është sepse edhe ato hetime, edhe unë dhe ti e dim, edhe hetimet që janë kryer dhe gjitha këto, mendonte që pa asistencën e Bashkisë Ndërkombëtare kanë mund të shikohet, monitorohet procesi. Pra, kemi ardhur në çfarë pozicioni të kundërt, jo vetëm që nuk ka sanksione ndërkombëtare ndaj Serbisë, përkundrazi pas atij sulmi kemi pranime të dokumenteve që janë të disfavorshme për shtetin e Kosovës, dhe në anën tjetër që tash ai subjekt politik i cili ka qenë involvuar në mënyrë direkte ose indirekte me atë që ka ndodhur të shihet si viktimë e sjelljeve të Prishtinës. Ky është bilanci përfundimtar i kësaj politike që flet për politikën e Kurtit. Dështim total shtetëror. Jo, për shtetin, dështim. Kjo shteti i Kosovës është në pyetje, nuk ndëshkohet Kurti personalisht. Ndërprerja e dialogut strategjik nuk po bëhet privatisht me Kurtin. Nuk kemi të bëjmë aty raporte private, është ndërprerja e dialogut, edhe kur FSK-ja ishte përjashtuar në atë ku nga ushtrimet, nuk është ajo përjashtim privat, është kemi të bëjmë me raporte ndërshtetërore. Arshyetimi i njerëzve të Kurtit është, njerëzve figura me nësi, duroni se na i qetë mirë në fund. Rezistenca ndaj... Ndëgjo, ata mund... Për cilën arsye të rezistojmë, se njëri du ta kemi kaur për të rezistu. Në botë sot janë kristalizu dy qasje. Në botë sot janë kristalizu dy qasje ndaj omnipotencës amerikane në rendin ndërkombëtar. Qasja e rezistencës e promovuar gjithnjë më tepër nga Kina dhe Rusia, që po ankohen se rendi ndërkombëtar aktual është i padrejtë. Ki fjalorin politik të presidentit kinez, edhe rus e ki që fjalorin ndërkombëtar që rendi ndërkombëtar që kanë kriju Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i padrejtë sepse është në favor të tyne, dhe shtetet e tjera do thotë të cilat janë në një ankth që çfarë pasoja mund të ketë nëse tërhiqet edhe vullnetarisht. Sepse jo që bëhet fjalë që ata do të mund kaq lehtë ta minojnë, mirë, por nëse shëbohet tërhiqen vullnetarisht nga menaxhimi i rendit ndërkombëtar që e kanë mirëmbajtur deri më tani, dhe shohim çfarë ankth janë që po bëjnë përpjekje maksimale për të qenë servil. Do thotë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për t'ju nështruar Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këmbim të sigurisë së përbashkët që e garantojnë. Këto janë dy fjalorë politikë që i kemi në nivel ndërkombëtar. Zgjedh. Tash është rezistenca. Është sot Kina, Rusia dhe Irani e konsiderojnë, Kina, Rusia dhe Irani rendin ndërkombëtar të promovuar nga SBA e konsiderojnë pa drejtë. Edhe janë disa mbetje ideologjike majtiste, do thotë ende që në termat anti-imperializmit e tjerë që
që kanë të ndryshojnë strategjik. Këto e ki do çdo dy çastin e ki që me çdo kush çastin e shteteve të përgjithshme. Se të grindet Kosova si shtet më shërbim. Sot në vitin 2025. Kur ju referuam rënjme të kësaj historie, të kësaj trashëgimie. Për ta përmbyll, po ne kemi pa do thotë edhe gjuhën që e përdori për Grenlandën presidenti Trump. A ke pati reagimet kësaj natyre të Danimarkës? Jo. E çfarë shteti është Danimarka? Ti ke pa çfarë sjellje racionale të përgjithshme kanë demonstruar do thotë shteti i cili ka qenë drejt për drejt i prekur nga retorika politike. Çështja ka solli që SBA ne nuk e kemi vërtetur, nuk kemi raportuar asnjëherë që SBA në këtë trashëgimi ka godit Kosovën të ardhmen e saj politike. Asnjë argument nuk e kanë dhënë që përkundra SBA-t janë pjesëtare rëndësishme e kësaj lirie, Kina dhe e kësaj ambicie që ka Kosova sot për të bërë pjesë e kombëve të Bashkimit Evropian. Frustrimi që kanë me rendin ndërkombëtar, frustrimi që kanë me ato që janë arritur deri më tani prej përfundimit të luftës së ftohtë deri më tani nga involvimi amerikan, frustrimi që kanë Kina dhe Rusia sepse këto e konsiderojnë pa drejt këtë rend. Tash Kosova le zgjedh se me cilën gjuhë politike don, me atë të rezistencës kundër kësaj padrejtësie globale, apo me atë të shteteve të përgjithshme perëndimore që po bëjnë përpjekje maksimale për ta mirëmbajtur këtë aleancë dhe strukturë të përbashkëta. E fundit ka solli sepse nga e fundit se zgjatëm ndoshta. Po temat janë shumë ndjeshme dhe po nga përgjigja e parë e deri tani gjithë konteksti politik ka peshën e jashtëzakonshme për shkak të involvimit perëndimor amerikan. Objektivisht këtu është, si të duket një rajon që të mos jeti cënuar nga retorika e politikanëve të ndryshëm ose nga një fushat dezinformimi e rusëve që mund të prodhoj trazira dhe mund të cënoj stabilitetin e rajonit, sigurinë objektivisht. Në gjithë këto dekada po flasim për involvim perëndimor për ta bërë një rajon të sigurt që të jetojë në paqe, duke respektuar drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, shtete me demokraci funksionale, duke respektuar po ashtu sistemin e drejtësisë, vlera për cilat shuhet perëndimi dhe ne po shohim një situatë gati të pazakont, një përshtypje që ta krijon një komunitet i njerëzve në Kosovë që SBA-t po godasin Kosovën, po mbrojnë listën serbe. Nuk ka manipulim më të madh, thuhet që SBA-t janë duke mbrojtur listën serbe. Absolutisht nuk është e vërtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht janë përkujdesur që vetëm vullneti politik i serbëve të Kosovës të mos cënohet. SBA-t nesër nëse një subjekt tjetër politik i përfaqëson serbët, ata nuk do të kenë të lëshë. Mirë, po SBA-t ndajnë çështjet penale nga çështjet kushtetuese. Ata nuk dojnë që drejtat kushtetuese të serbëve të cënohen. Çështjet penale kur Shtetet e Bashkuara kanë pengu me kry hetime ndaj po Radio Çiçin të parë SBA-t kanë shtim listë zezo red. Po Mimoza Kosari kur ka biseduar me ta në telefon ka qenë në listë të zezë. Për mu koordinu politikisht, ai ka qenë listë të zezë të Shteteve të Bashkuara, po nuk ka manipulim më të madh se sa kjo. Asnjëherë absolutisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë mbrojtës të listës serbe. Mirë, po sot lista serbe është përfaqësuese ekskluzive vullnetit politik të tyre. Ata janë të angazhuar formalisht, ata janë të angazhuar vetëm të mos cënohet ky raport bazik i demokracisë. Përndryshe Shtetet e Bashkuara të Amerikës para se Shteti i Kosovës të ndërmarrë masa kundër listës serbe për minimin e saj ka ndërmarrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa zyrtar tyre që janë përfshirë në biznesin trafikim i ka shtinë në listë zezë. Kur këta që sot janë pushtet janë koordinuar politikisht me ta. Këta e kanë prish, realisht atë çka ka ndodhur, është e kundërta. Pikërisht ata që sot janë që po e marrin pushtetin po i thojnë vetit jemi në detyrë, se këta pikërisht e kanë minu rolin e SBA-ve me dëmtu listën serbe. Po ne po me dhe sot, apatëm edhe dje, asnjë veprim konkret institucional për në gjuhën që u përdarë me rastin e fillimit të fushatës zyrtare tjera, po ndonjë adresim pranë organeve kompetente juridike. Po nuk pati. Po nuk ka as ankesa, as kurrë, domethënë kjo vesh retorik politik. Kështu që për me qartësu para opinionit e para, nuk ka
asnjë. Është e rëndësishme ky Dëgjoj, disponim është- që krijohet, dëgjoj, që SBA po godasin Kosovën. Dhe kur kryen zgjedhjet, normal, tash janë zgjedhjet lokale, sidomos në Mitrovica atje pas. Është e mundur të fitohen Po, zgjedhjet duke po jemi në këtë- po duke u dëgjoj, ngritur me jemi në SBA. Po jemi në këtë situatë, Rit. Mirë, po kjo ajo që zakon, detyra jonë është ta themi, detyra jonë është ta themi që Demonstroj ta fakte. Po. të demonstrojmë që nuk ka asnjë lloj, kjo është manipulim i pasur, nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi okult e konspiracion të SBA-ve me listën serbe, me qëllim që të krijohet terreni i riforcimit të Serbisë në Kosovë. Kjo është tejet e ulët, është një sulm i paskrupull që i bëhet ndaj një shteti që siç e ceke prej Rubinit që tregoi dhe shqetësim kryesor ka se si të garantohet stabiliteti rajonal. Ajo që po është e vërtetë që ata janë të fokusuar janë të fokusuar që të ruhet ekskluzivisht baza, vullneti, niveli horizontal i demokracisë, vullneti i serbëve të Kosovës jetë i përfaqësuar politikisht, dhe më pastaj çështjet penale janë diçka tjetër dhe unë jam i bindur, pavarësisht që nuk jam i përfshirë, unë jam i bindur që SBA-t kanë qenë asistuesit kryesor edhe të prokurorisë së Kosovës në ofrimin e provave dhe dëshmive për atë që ka ndodhur. Si të administrohen. Si jam mendon që Albulina Gjio i ka asja, unë jam i bindur që SBA-t nëpërmjet kanaleve të tyre e kanë bërë të pamundur që të ofrojnë prova sa më kredibile dhe sa më të besueshme ndaj. Dëshmohen, po. Që dëshmohet, do thotë përfshirja e gjithë atyre që kanë qenë në aspektin penal, absolutisht ata janë të preokupuar në mënyrë që një herë për gjithmonë të jepet fund këtyre praktikave kriminale, por që në anën tjetër të mos cenohet vullneti politik kolektiv i serbëve. Kjo është dilema me cilën ata ballafaqohen. Në këtë drejtim, unë tham që pikërisht sjelljet e këtilla të pushtetit në Kosovë po i kontribuojnë të kundërtën e asaj, do thotë që është krijimi i një pluralizmi gjithnjë më të madh të serbëve të Kosovës, sepse të mos e përsëris disa herë e ka thënë aleati i tyre, tha kam frikë që në këtë mënyrë Rashiqi në këtë mënyrë tha vetëm është duke u sforcuar gjithnjë më shumë lista serbe se jo që është duke u dëmtuar. Kasolli, të falenderoj për këtë intervistë, po tham të gjatë. Po ishte pa rreth një orë, por besoj që përmbajtësisht tema ishte me interes me peshë për publikun. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.